pikërisht në fakt edhe këtë desha, sepse dua që t'i përmendim pak edhe ato momentet më të bukura, cilat kanë qenë, nëse të kujtohet një momenti më i bukur që mbase do ta ndaje. S'po dua ta imitoj tash me një fjalë butësi që të ke. Çfarë të thoshte kur e imitoje? Kom imitu edhe sot. Ani me vëlla, vetëm reklamin po ma bën ti mu vazhdo. S'din tebe me kundërshtu. S'ka pas emision ku kom shku edhe mës me ma përmend shpatin mu. Edhe është shumë interesant, gjithmonë kemi folë për bashkëpunim edhe se kina bajtë se ma vonë. Ka që kemi desh një tjetrin. E me gjithë ka qenë, unë nuk mës të prezenton këtë që kam qenë miku i timaj, a i shumë mik të afer ka pas. Po dikush është dash dikush me dalë me folë për te. Nuk i ngell të hatre, edhe për shkak që u sjell ke kështu, unë edhe ma shumë e përshëndet që ata. Të kërkonte ndonjëherë, ata kërkonte hajde bëje tash, nëse keni qenë ndonjë shoqëri rreth shoqëror dhe më imito të të thotë se dike që dhe bëj unë pa pyetaj. Pa e pyetur. Pa thonë ai. Edhe pastaj hyna në Instagram mesazhe që mi ka dërgu. Cili ka qenë, mund ta ndash me ne mesazhin e fundit mbase? Është një zakur thotë. Ai prej dashnisë çka s'm ka po. Domethënë ka që kemi qenë afër. Afre budal, tha, nuk e kish fridzu zanin tëm dhe tha se qka kish e bo, tha ti, tha, po, hajtë se do bot mirë. Hajde, du shumë, tha, për qafoj, pritëm se, kur e ka pas gjithmonë, prit kur të vitë thiri.